Një pushtet që ngrit në piedestalet e heronjve kriminal dhe vrasës nuk është asgjë tjetër përveç se një pushtet i poshtër. Liderët e saj, si kryeministri dhe presidenti, Gruevski dhe Ivanov, që në çdo shtet normal duhet përfaqësojnë të gjithë qytetarët e vendit, vendosën trashtohen në anën e krimit, në anën e atyre që vranë e masakruan fëmijë, gra e pleq. Në këtë rast, shqiptarët Lubotenit në 2001-shin, qytetar të këtij vendi të quajtur Maqedoni. U rreshtuan kështu vetëm e vetëm se vrasësi i quajtur Tarçullovski pas ka vrarë shqiptar e jo qytetar të këtij shteti. Të paktën a keni 2 gram mend, ti Ivanov e ti Gruevski. Çka mendoni se jeni duke bërë? Me cilën drejt vendosët të shpenzoni të mirat e këtij shteti? Qindra mijëra euro për të sjell dhe festuar kthimin e një kriminali dhe vrasësi në vend. Harroni se po me mjetet e familjarëve që humbën më të dashurit e tyre në Luboten, ju paguat shpenzimet për ta kthyer në Maqedoni, por edhe për ta festuar kthimin e tij të këtij gjakpirësi Tarçullovski. Mlefi është i madh i shqiptarëve në Maqedoni, por edhe një pjesë të bashkëqytetarëve maqedonas për këtë veprim ordiner tuajin Gruevski Ivanov. Kërkoni shqiptarët të jenë qytetar lojal ndaj këtij shteti, i cili po aq sa është i juaj është edhe i atyre. Kështu mendoni të bashkëjetohet në këtë shtet të poshtër, ku vrasit e bashkëqytetarëve tuaj shqiptar i shpallni për hero e i pritni me gjitha nderimet shtetërore? Do ta citoj kolegun Sashi Ivanovski, i cili në një reagim të tij, duke ndjekur çmendurinë e Gruevskit, shkruan: VMRO DPMNE sot i hapi varrin Maqedonisë. Tani është çështje kohe kur do ta varros. Turp dhe Tmer, kreu shtetëror bashkë me hordit nacionaliste, organizoi fest dhe pritje të një vrasësi civilësh të përkatësisë etnike shqiptare. Kishte fest, fishek zjarri, kishte fesht o njerëz, shkruan Sashe. A e pyetni veten se si këtë e shohin mbi gjysmë milioni shqiptar, qytetar të këtij vendi? Cila ka qenë ndjenja sot të jesh shqiptar, apo mos dash zoti të jesh nip, vëlla, bashkëshort apo bashkëshorte e ndonjë nga të vrarëve në Luboten? A keni të paktën një gram sensit njerëzor dhe politik, o ju Taliban, të cilët padrejtisht po udhëhiqni këtë shtet? Johan Tarçullovski është njeri që vrau civil shqiptar. Ata që festojnë kthimin e tij dhe në të njëjtën kohë kërkojnë që të përgjigjen edhe një pjesë e UÇK-s për krime ndaj civilëve, në fakt janë fashist të llojit më të prishur. Pasi që për ata vrasja e maqedonasve është e palejueshme, ndërsa vrasja e shqiptarëve është aktivitet i shkëlqyeshëm sipas devizës vetëm shqiptar i vdekur është shqiptar i mirë. Të lumt për guximin, i nderuar Sashi Ivanovski. Ju partnerët Gruevskit në pushtet, ju që përfaqësoni shqiptarët në ekzekutiv, nuk mund të amnistoheni nga një veprim i këtillë turpi i Gruevskit dhe Ivanovit. Këtu nuk do të kisha dashur të them diç më tepër se ajo që dje shkruajti një kolegi imi, një bashkëqytetar i imi, një lubotenas. Të lumt edhe ty, koleg Zekiria Ibrahimi, i cili dje e shkrove po atë që në vete e mendoj pothuajse çdo shqiptar. Nëse para 12 viteve na vrau Johani, sot drejtsinë ton të fituar nga Haga po e vrisni edhe ju, përfaqësues shqiptarëve në pushtet. Po e vrasin ministrat tuaj, po e vret partneri juaj Gruevski, por edhe të gjithë politikanët e tjerë shqiptar, pra edhe ata të PDSH-s e të tjerët që kur nuk than asnjë fjalë për Lubotenin. Shkruajti Zekiriau: nesër, ju politikanë shqiptar, mos u habitni kur po ky Gruevski, që ngriti në piedestalet e herojit vrasin dhe kriminalin Tarçullovski, ta emroj edhe për ministër. Zekiriaun do ta citoj edhe në fund të këtij vështrimi tim, duke i kujtuar me lavdi emrat e të vrarëve dhe masakruarve në Luboten, dhe duke u lutur që shpirti i tyre të prehet në bukuritë e asaj bote, siç meritojnë dëshmorët. Dëshiroj të kërkoj falje atyre që sot, pas 12 viteve, ne po e nderojmë si hero vrasësin e tyre. Na falni, o dëshmor.